Tash, kjo është një kthim i madh. Funksionalizimi i plot në 4 qendra do të jetë plani jonë i të gjitha shërbimeve, si dhe do t'i kenë ekipet mobile, që është shumë e rëndësi, ekipet e veta mobile me 24 orë në Kërpime, Luzhan, Orlan dhe patjetër dhe qyteti 2 që quhet, që ka qenë e pjesa në të cilën është e pambuluar me sot. Reorganizimi i plot i sistemit duke u fokusuar në kartën e pacientit, po tani po dal dhe këtu i du 2 minuta. 2 minuta jo, 20 sekonda për ta përmbytur. Po dal te pjesa e zbulimit hershëm të smundjeve ku duam që të ecin para Ministrisë së Shëndetësisë, është interesant. 5 smundje do të jenë fokus, nuk ka nevojë investime, ka nevojë për vendime të mëdha, nuk ka nevojë tender të mëdha, për vendime të mëdha, të cilët vërtet kanë me pas impakt, dhe ato janë hipertensioni, diabeti, kanceri i prostatës, kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës mitrës. Janë investimet janë shumë të vogla. Organizimi dohet, është në atë që quhet screening. Po, vullneti është më me rëndësi se sa që dhe organizimi dhe duhet të them vetëm një gjë se duhet të jem konkret. Këto 5 smundje dhe në mënyrë specifike, këto 3 smundje të cilat nëse nuk zbulohen kohë, ka shumë shpenzime, cilësia e jetës është tepër e keqe, pacienti i lidhur për një vit e gjys, stadi 4 për shtrati, ose të spitalit, ose të shtëpisë, ndërkohë nëse zbulohet në kohë, shikoni ku është cost-benefiti. Zbulohet stadin e 2. Kushtrim, s'kem nevojë për shumë e vogël, edhe ajo që është në rëndësi, prognoza shumë e mirë, kosto shumë e vogël dhe në fund tek edhe pacienti. Është çështje e vizionit. Kemi në këtë drejtim, zotëri. Po, jemi për ligjërata për projekte për ajo që duam kuptimin e shëndetësisë. Vetëm edhe ligjërata për vendimarrja në të cilën ne dëgjojmë ne juve se ligjërata që po na hukuan se s'po më jemi ndryve, me juve kallzojmë njerëzve që kemi në vontarën. Hallet e njerëzve e di që janë hall për këto dhe thot mos ta hop po s'po humbi ko. Po thonë që ato që qeveria se ka bërë, unë po du me boj pari edhe me ecë para Ministrisë së Shëndetësisë. Vitin e parë në funksion. Faleminderit shumë, Hyseni Urdhra Bulliqi, shëndetësia çfarë është bërë dhe çfarë do të bëjë. Mandati jonë, ambulanta në Luzhan, ambulanta në Glavnik, bashkëore, urgjenca e qytetit, shërbimi paliativ, furnizimi rregull me barna dhe çdo gjë që është e nevojme për shërbime mirëfillte shëndetësore, shtëpia për qendrim ditor për plesh dhe të moshuar. Financim në 60 shtëpi për nevojat e familjeve skamnore, me Halil Kastrati, ndërtimat e Ballkanit, ndërtimi komplet i një lagje, prej 1 milion euro, me shqiptarët për shqiptar, Elvis Naqin, për 22 shtëpi banimi. Tash, këto janë të arriturat tona në fushën e shëndetësisë. Urgjenca e Podujevës është shembull në Kosovë, në gjitha aspektet, dhe pardje, funksionalizimi i plot i poliklinikës së Podujevës me 16 shërbimet të cilat do t'ju japen qytetarëve tanë. Ginekologji, reumatologji, kardiologji, endokrinologji, hematologji, gastroenterologji, nefrologji, pulmologji, ortopedi, kirurgji abdominale, kirurgji torakale, urologji, kirurgji vaskulare, pediatri, neurologji, lutem veç pak, neurologji, edhe shërbimi i hemodializës. Edhe këto shërbime, edhe këto punë të mëdha. Shërbimin një ditor të të poliklinik, po të bësa që. Lutem, një ditor është? Këtu ja vepi orarin, e kine edhe orarin, nëse fokusohet. Këshire pulmonezia kjo është orari, të lutem, nëse mundi me fokusue orarin, sa kanë me punu, kush ka me punu, që e këshur orarin. Gjojë pulmonezin, sa e puna. Këshur i ka i kje. 2 herë në javë kanë shërbime në gjdo njërin prej këtyre. Kam nevoj replik, 30 sekonda. Shërbime që kanë më dhonë, dhe kjo është e arritura me madhe për komunën e Podujevës, për arsye se nikosisht mashtrimi më i madh që ka bërë mashtrimi elektoral i dyshës Kurti Bulliqi. Kjo sobre kulturë, shumë. Kjo sobre kulturë, humanizëm vëlla, po më këtë formë se ta respektojmë tjetrin. Nëse s'panalen me diskutu vëlla. Ta respektojmë unë goa fasta tu kallzoj, unë po kallzoj. Jalla kurrë po pe kry, se bën rrugë sa çato thon. Të lutem. Se këtë Kushtrim.